Përshëndetje, miq. Sot është një video në lidhje me portali i Plejadave, i cili ka filluar dje, pra nga data 16 deri në 24 maj, dhe që të gjithë ju do të ndjeni dhe të merrni jo vetëm shenja, por dhe mesazhe. Dhe e gjitha është që ne do të ndjekim, do të vazhdojmë rrugën e udhëtimit shpirtëror, dhe gjithçka është se shpirti kërkon gjithmonë rritje, zhvillim. Në këtë kohë që të gjithë ju keni bërë një punë të mrekullueshme dhe nuk ka rëndësi se ku jeni, rëndësi ka që ju keni pranuar ndryshimet dhe tashmë jeni duke vazhduar, duke ndjekur shpirtin tuaj për atë që shpirti që të gjithë na ka sjell për ta jetuar jetën dhe jo për të mbijetuar atë, por ta jetojmë që të gjithë. Dhe është koha që në këtë shekull të ri, ku ndërgjegjësimi kolektiv është jashtëzakonisht i rritur, pra ne jemi një qenie akoma më e lartë, pra në një farë mënyre ne po e kuptojmë që ne nuk kemi pse jetojmë me frikë. Ne jemi të lirë të jetojmë në këtë jetë ashtu si krijesa na ka krijuar, dhe në këtë rast bëhet fjalë që të gjithë ne që pranojmë dhe ndjejmë shpirtin dhe hapim zemrën, hap pas hapi, duke i lënë kohë vetes, duke qëndruar me veten, duke besuar në vetvete, ne gjithçka e arrim dhe e kuptojmë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe në këtë rast që të gjithë ju e ndjeni që keni ardhur, pra jemi tash të lidhur në tokë, në fund të fundit jeta është këtu. Ajo që do të prisni nga kjo pra Plejada e yjesis, për të cila janë frekuenca të larta të pastra, që na tregojnë dhe na ndihmojnë ne që të vazhdojmë jetën me vërtetësi, ashtu si ne jemi, dhe të jemi mirënjohës për atë që ne jemi. Një gjë të dini, që të gjithë ne, askush nga ju nuk është vetëm, nuk kemi qenë vetëm. Pse nuk kemi qenë vetëm? Sepse jetojmë me këtë zemër. Përderisa zemra vazhdon punon, përderisa ne marrim frymë, ne nuk jemi vetëm. Pra që do të thotë ne që të gjithë si qenie njerëzore jemi energji, dhe funksionin, ose më saktë thesari më i çmuar i të gjithë qenies tonë njerëzore është zemra. Pra që të gjithë ne jemi të thirrur që të hapim zemrën, dhe sigurisht ju që ndiqni këto video të mrekullueshme, sido që të jeni në momentin që ju filloni të doni veten tuaj, ju keni filluar të hapni zemrën, që do të thotë ju nuk rrini më me mendjen, pra por i keni dhënë mendje, sepse ne do të krijojmë identitetin ton, karakterin ton, po do ta krijojmë me atë për të cilën ne e kemi hirin e nor që është në zemrën ton, e kemi që të gjithë se ne jemi esencë dritë, pra ne jemi energji, dhe në këtë rast energjia maskullore është mendja, energjia femërore është trupi jonë, është në brendësi, është pjesa kuantike, sepse jemi një qenie elektromagnetike të qëndruar pra në dy këmbë në tokë dhe të lidhur me qiellin. E vetmja gjë është të kuptoni që ne me të vërtetë në këtë kohë të evolucionit të shekullit të ri ka një ndërgjegjësim të lartë, po hapim zemrën. Dhe në këtë rast, që të gjithë ju që keni bërë një punë të mrekullueshme dhe keni një intuit të lartë, do të kuptoni që pra yjesia e Plejadave nga data 16 deri në 24 maj, ju ndihmon ju në lidhje me, ju jep frymëzim, ju sjell mesazhe dhe gjithçka bëhet që jo vetëm të keni frymëzim për të krijuar për atë që shpirti juaj e solli, por edhe të merrni guxim për të realizuar ëndrat tona. Mësoni që ndikimi i Plejadave të vitit, pra të këtij viti, ka të bëjë me atë që është
kur ne, pra kur këto yjesi të plejadave janë afër diellit, pra është ajo që hapet porta. Dhe në këtë rast bëhet fjalë që ne, pra që të gjithë është që duke qenë se janë këto yje të grumbulluara, kjo energji e tyre është që na ndihmon për të krijuar një zhvillim akoma edhe më të, pra zhvillim shpirtëror, jo vetëm krijues, por edhe në thellësi. Pra që të gjithë është që na ftojnë që të punojmë me ngjyrat, sepse shumë ngjyrat janë ato që ne na ndihmojnë që të shërojmë, pra kanë frekuencë, ka energji shëruese dhe jo vetëm që të shërohemi, por edhe të fillojmë dhe na ndihmon që edhe duke përdorur ngjyrat të vazhdojmë edhe të krijojmë, pra na rrisin, na ndriçojnë, na shkëlqejnë. Gjithsesi tjetër është që ne të shprehemi në mënyrë krijuese, pra ato se çfarë ne pra ndjejmë me zemrën tonë, sepse një gjë duhet të dini, atë që një zemra nuk mund ta shpjegoni kurrë me mendje. Prandaj mbajini shënim këtë dhe kjo do të thotë që sa më shumë ju të dëgjoni më zemrën, aq më shumë ju do të kuptoni që ju do të arrini të krijoni shprehjet tuaja krijuese. Ndërkohë është që ju e ndjeni që ju jeni të lidhur, kërkoni të shkoni në natyrë, jeni të lidhur pra me natyrën, ashtu sikurse edhe për të gjithë ju është që keni një ndjenjë që kërkohet të rrisni pra aftësitë tuaja personale. Pra të gjitha këto janë që ju ndihmojnë nga këto energji, pra mos rezistoni dhe sigurisht duke patur besim në veten tuaj, ju besoni në plot fuqinë hyjnore, sepse vetë besimi jonë është në zemër, e keni në zemër. Është dashuria pa kushte, është hiri hyjnor, është ajo që ju keni vlerë dhe që të gjithë ne kemi vlerë, se kemi ardhur në këtë tokë të mrekullueshme, të butë, të dashur, edhe ku çdo gjë ekziston në këtë univers të bollshëm për të jetuar, sepse krijesa e ka krijuar me perfeksionizëm gjithçka edhe ne si qenie njerëzore. Dhe jo vetëm si qenie njerëzore, por dhe sigurisht tani që jemi në këtë epokë të re të ndërgjegjësimit të lartë, jo vetëm nga ana individuale, por dhe nga ana kolektive, kjo është apasapi, tashmë po i ndjeni këtë energji hyjnore të mrekullueshme të vërtetësisë së të jetës, ku të gjithë jemi të ftuar të pranojmë jetën me vërtetësi dhe të fillojmë të jetojmë tani me rrjedhën e jetës, për arsye sepse këto informacione, këto frekuenca të larta të yjesisë të plejadave që po kanë zbritur në tokë dhe sidomos në këtë 10 vjeçar ose këtë dekadë që kaloi, globi jon është ndarë në dy realitete, në njërin krah është dimensioni i tretë që akoma flen gjumë dhe vazhdohet me impulset egoiste në kuptimin e asaj që jo vetëm që dëndojmë të tjerët, por ne përdorim dhe forma të pavërtetësisë së jetës, pra duke përdorur format në atë që dëndojmë njerëzit me manipulime, me gënjeshtra, me pavërtetësi e tjera, por tani ju që keni bërë këtë punë të mrekullueshme, ju që keni planuar ndryshimin, ju që keni planuar në fillim të lidheni me veten tonë, kjo është që ju do të keni këtë kohë, pra jeni të vëmendshëm në këtë periudhë 16 deri në 24 maj, ju do të merrni mesazhe mistike, pra jeni të vëmendshëm, jetoni tani me intuitën tuaj, pra me këto gjëra që unë tregova deri tani, dhe ndërkohë jo vetëm mesazhe, por ju do të rriteni me energji, sepse ne ndihmohemi dhe në këtë rast bëhet fjalë që ju do të arrini pra në drejtim për të ndjekur rrugëtimin, pse shpirti ju solli këtu për çfarë do të vazhdoni në të ardhmen. Pra kjo është, ju do të ndjeni shumë ndryshime në energjinë tuaj. Pyetja tjetër është, po kush është kjo yjesi e plejadave?
Dhe me të vërtet është një mrekulli, ne kemi lidhje dhe doni apo nuk doni nga shekuj në shekuj, sepse shpirti jeton, kemi një zhvillim dhe ky zhvillim ka ardhur dhe si rezultat i frekuencave të larta të pastra, jo vetëm në qell, sepse ne jemi të lidhur pra informacioni me shekuj, por edhe ajo që të kuptoni që këto frekuenca të larta gjithmonë na kanë ndihmuar, sepse universi ecën, pra ne jemi në jetash rrjedh e zhvillimeve të vazhdueshme, të ndryshimeve kozmike, pra të frekuencave, por edhe të sinkronizimeve, pra ne jemi të lidhur me që të gjithë, nuk ka që të gjithë çdo gjë që ekziston në këtë, kemi lidhje dhe energjia në këtë rast, që të gjithë jemi një energji, pra që drejtohet nga plot fuqia hyjnore, që drejtohet me të vërtet, besoni apo nuk besoni, është e drejta juaj, por është ajo që tani është koha, sepse çdo gjë, pra nga shekuj në shekuj, ne kemi ardhur në rritje dhe ky shekulli 21 është shekulli i hapjes së zemrës. Duam apo nuk duam, janë dy rrugë, një pjesë do të vuaj, një pjesë do të vazhdoj, pra me rrjedhën e ndryshimeve të nënës natyrë, të universit tonë të bollshëm, sepse ashtu si ndryshojnë stinët, ndryshojnë dhe ne. Që të gjithë, ne nuk jemi fëmijë, por ne kemi ardhur në rritje. Çfarë do të thotë yjesia e Plejadave, pra në kohën e shekujve, ka të bëjë me atë që janë 7 motra, për të cilat këto për t'ju ushndërruar në yje, sepse nuk doni që të kapesh nga gjyetari Orion. Orion në vetvete është po yjesi, por ka të bëjë me atë që në kohët e lashta, pra për rilindje edhe për ripërtëritje, pra është në bashkëpunim me frekuenca, me shpirtrat e vdekur, pra sepse në fund të fundit, më zoni një gjë, ne ikim si trup fizik, por shpirti jeton, dhe gjithë mençuria që ne kemi marrë pra nga shekuj në shekuj, edhe pse një pjesë i është mohuar, sepse pra nga ne si që një njerëzore duke vazhduar me mendjen, tani në këtë kohë po vlerësohet, dhe kjo është bukuria që frekuencat e larta, pra të qiellit dhe që po zbresin në tokë, pra janë ajo që po tregojmë tani që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe në këtë rast jemi që këto 7 yjet, 7 motrat u shndërruan në yje, dhe po të dilni në këtë kohë të shihni janë disa yje që shkëlqejnë, këto janë një grumbull yje, pra këto 7 motra qëndrojnë, janë një grumbull yje që qëndrojnë në shenjën e Demit, dhe ne e kaluam hënën e re, atë shenjën e hënës së re të Demit, që hëna e re do të thotë që është dielli dhe hëna, pra në një shenjë dhe në këtë rast të Demit, dhe sigurisht unë nuk do të hyj në detaje, sepse ju kam bërë video, dhe kur ju i ndiqni këto mësime të vërtetësisë, të jeni të sigurt që ju merrni 70% kodime në trupin tuaj të vërtetësisë së jetës, dhe kjo ju ndihmon. Ky është ushqimi i shpirtit. Shpirti kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Në momentin që ne jetojmë me vërtetësi, me vërtetësi, të përqafojmë veten tonë si ne jemi, dhe ne jemi mrekulli, ne kemi vlerë për atë që ne kemi ardhur dhe na kënaq shpirtin, dhe kjo është jeta. Kur ju bëni gjërat si ju i doni, si ju zemra juaj dëshiron, atë si do të doje ti që dikush të bënte ty të lumtur, bëje ti edhe tjetrin të lumtur, dhe kjo është jehona që ne përhapim pra kudo. Atë që ti do të doje vetë, jep edhe ti këtë të tjerët, dhe sigurisht ne të rreqim njëri tjetrin, sepse energjia optimiste të rreq optimizm, energjia e pastër e vërtetësisë së jetës të rreq këtë. Pra kjo është që ne duhet të jemi në vetveten tonë, dhe në këtë rast është që janë energji që janë të buta, janë energji
energji që na frymëzojnë, janë energji që na bëjnë të krijojmë. Gjithsesi këto energji është me të vërtetë që jo vetëm na frymëzojnë, na inkurojnë, por edhe na shërojnë, edhe na bëjnë që të realizojmë ëndrat tona për të krijuar, sepse që të gjithë ne jemi krijesa dhe në këtë rast, sa më shumë ne rrisim intuitën tonë, sa më shumë ne dëgjojmë zemrën tonë, aq më shumë ne marrim drejtimin e vërtetësisë së jetës për atë që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë kemi mision dhe drejtim të jetës që e kemi në zemrën tonë. Ndërkohë, ju lutem, gjatë kohës së kësaj jave, ju do të ndjeni me të vërtet edhe është ajo që ne jemi rritur, pra ne jemi rritur, është ndryshe quhet sa e keni dëgjuar në astrologji, pra në atë ascendant, pra në rritjen tonë. Ne gjithmonë jemi që fëmijë e deri ku ne do të rritemi, ne do të shkojmë diku, sepse është jeta. Pra ne nuk rrim fëmijë, por ne do të vazhdojmë. Mënyra se si ne rritemi, mënyra se çfarë ne vazhdojmë në këtë univers, varet se si ne jemi dhe se si ne besojmë në veten tonë. Pra a janë besimet tona, apo janë besimet e të tjerëve? A është vlera jonë, apo është vlera e të tjerëve? A është ajo që ne pra qëndrojmë në fuqinë tonë, apo vazhdojmë edhe pra ndjekim se çfarë të tjerët na kanë bërë, sepse është më e lehtë për ne. Në qoftë se ju do të vazhdoni me atë se çfarë ju merrni nga të tjerët, ju kurrë nuk keni jetën tuaj. Pra kjo është thirrja dhe në këtë rast bëhet fjalë që ju që keni bërë një punë të mrekullueshëm dhe jeni rritur, pra keni rritur intuitën, ndjeni një ndryshim në energji, ndjeni që jeni bërë shumë të ndjeshëm, ju do të ndjeni sepse keni zbritur në tokë, ju do të ndjeni tani pra energjitë e të tjerëve, do ta ndjeni, pra ka ndryshime, do të ndjehet ndryshimi i energjisë tuaj. Pra për atë që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini ku ndodheni dhe në këtë rast ndjehet energjia ndaj njerëzve, atmosfera përreth jush apo edhe në mjedise të ndryshme. Gjithsesi të kuptoni që ndërkohë këto duke qenë se energjia, pra ne marrim frekuencat e larta të këtyre energjive të yjesisë së plejadeve, do të thotë që ndoshta ju do të ndjeni dhimbje koke, simptoma si të gripit, ndoshta rraje të zemrës, ndoshta në shpatullat tuaja, dhimbje në shpatullat tuaj, tension në shpatullat tuaja, po kështu në lidhje me në zorrët tuaja mund të ndjeni pra mund të ndjeni gërgër, zhurme të tjera. Gjithsesi, që të gjitha këto janë që kanë të bëjnë atë apo dhimbje të syve, të kokës e të tjera, pra është që energjia juaj pra është në rritje dhe nuk keni pse. Pra jeni të vëmendshëm, ndërkohë kujdes, shënim, nëse këto simptoma do ju ikin, pra do t'i ndjeni, por dhe do të kalojë, bë vetë trupi, vetëm shënim, në qoftë se këto vazhdojnë mbajnë shumë gjatë, do të thotë që ju të shkoni, të bëni analizat tuaja për të parë se ndoshta keni diçka të fshehur me kohë që duhet të bësh ndërhyrje, sepse në fund të fundit ndërhyrja që bëhet për operacion ose për diçka për të cilën duhet, nëse është pra e nevojshme, është që me të vërtet vetë në këtë kohë, vetë spitalet janë të fuqizuar me kompjuterizimin për të cilën ka një efekt të mrekullueshëm për ne, dhe kjo është bukuria për të lejuar inteligjencën artificiale të punojë dhe të shkojë në çdo sektor të jetës tonë, për arsye sepse e zbulon atë çdo gjë, qoftë edhe nga ana e manipulimeve në sisteme, por edhe në mjekësi, pra nëpërmjet kompjuterit është direkt, është më e shpejt për të kapur dhe për të nxjerrë rezultatin e asaj se kush është shkaku që pra kush është shkaku i vërtet që ju keni këtë lloj sëmundje të tjera. Pra mjaft më me qëllimin, pra qëllimin për të jeshur dhe edhe mjekësia në këtë rast, qëllimi është okay, ta luftojmë me medikamente, pra me drogën, se drogë e quaj unë ilacet,
për të cilën ju ndihmon në një anë, po në anën tjetër si e pasoja. Pra me një fjalë, kompjuterizimin ju ndihmon dhe në këtë kohë është në zhvillim, edhe pse ka akoma që besojnë atë rrim pra me konservatore me të vjetrën, ndërkohë që energjia universit ecën, dhe kjo është që ne na bën që të ecim përpara, kështu që jeni dhe ju. Dhe në këtë rast, pra kujdes, dëgjoni trupin tuaj nëse keni nevojë të bëni pushim, shtriuni, po kështu të pini ujë të pastër, kujdes me ujë, zjeni nëse zjeni dhe lëreni të ftofet, apo dhe qajra bimore. Në fund të fundit, trupi jon, mbajni shënim, shkruajni, trupi jon është i shëndetshëm, është elastik dhe është veçshërues. Nëse ju e përdorni këtë mantër, të jeni të sigurt, por jo vetëm mantër, ju do të përdorni higjienën shpirtërore, do të dilni, pra siç ju tregova, dhe sidomos të lidheni me natyrën, të jeni të sigurt që ju do të vazhdoni të ndiqni këto energji të hyjesisë së plejadave, sepse janë mençuria e vërtetësisë jetës. Dhe tani shën tjetër, që të gjithë ju që keni arritur një punë të mrekullueshëm, e keni këtë energji, e ndjeni që shpirti kërkon të bëj diçka, e ndjeni që ju keni lidhje me çfarë mrekullie, me qeniet e dritës së jashtë toksore, që do të thotë, ju filloni tani me intuitën tua, ju merrni mesazhe nga më të ndryshmet, duke parë në qiell, pra në natyrë, çdo lloj mesazhe, pra mesazhe mistike, atë që thash, atë që e sheh zemra dhe që e ndjen zemra, nuk mund ta shpjegoj mendja. Prandaj në këtë rast ju do të lidhen me këto frekuenca, dhe kjo është që ne bashkëpunojmë, sepse do të na drejtoj me atë me vërtetësinë se kush është misioni dhe drejtimi i jetës për të vazhduar në të ardhmen. Dhe në këtë rast si mund të ndjehet, unë kam një oh my god, unë nuk mund t'ju them se çfarë lidhje të jashtëzakonshme kam unë me këto fuqi të jashtëtoksore. Sigurisht dhe ju i keni, sepse unë kam bërë shumë video, nuk do të hyj lutje tuaj, atë që ju pranoni që është për ju, është me të vërtet për ju, pra si e ndjeni, si e pranoni, ajo është për ju. Dhe në këtë rast, për shembull, në këtë kohë ju mund të shihni si topa drite që shkëlqejnë dhe bum, ikin ose ngrini qiellin, ngrini syt në qiell, sepse ne e shohim, ne e kemi këtë lidhje se është shtëpia jonë, është mençuria e jetës tonë, është ajo që ne na frymëzojnë me të vërtetë, dhe kjo është ne marrim energjinë. Dhe në këtë rast është që ne për shembull shihni ato avionet që fluturojnë, ajo ndjenja juaj, ajo intuita juaj e ndjen se kush është ajo lidhje, e ndjen lidhjen, pra jeni të vëmendshëm me këtë. Ndërkohë është që kjo energji që të gjithë neve që kemi arritur në një ndriçim, pra në kuptimin e asaj, në energjinë tonë të lartë, në veten tonë të lartë, ju ndihmon tani ju që të krijoni atë që dëshironi. Për shembull, ju lidh me marrëdhënie të dashurisë, ju lidh me punë të re, ju lidh me atë që ju kërkoni, për shembull në lidhje me strehimin, pra një fillim të ri e të tjera. Gjithsesi ju të ndërkohë për atë që ju jeni, ju drejton në rrugën e në tet gusht është gjithmonë që hapet porta e luanëve. Pra sa luanesh jeni ju për të vazhduar rrugëtimin e bukurisë e jetës, me vërtetësinë e mësimeve, me atë që shpirti juaj ju solli këtu. Pra sa jeni ju, pra ju përgatit për portën e luanit në tet gusht, sepse është çdo vit. Gjithsesi ju mund të ndjeni, sepse këto frekuenca jashtëtoksore të qiellit, që është me të vërtetë që të gjithë ne e kemi, sepse ne jemi lidhur me udhëzuesit tonë të brendshëm, a janë angjëjt, a janë mjeshtrat, a janë kryengjëjt. Pra çdo gjë që ju jeni të lidhur, pra lutjet tuaja janë ato që ju kur jeni të vëmendshëm, dhe në këtë rast ju lidheni, qoftë në meditim, qoftë
po kështu mund të keni pra imagjinat, mund të ëndrroni për atë që ju dëshironi, mund të shqipni ëndra, mund të keni ide ose mendime që ju vinë dhe ju bëjnë që ju të vazhdoni pra jeni të frymëzuar për të filluar diçka, ndërkohë ju bën që të lidheni akoma më shumë me natyrën, pra ju ndjeni që natyra ju të rreq, pra dhe kjo është që e bën shpirti, pra jeni të lidhur me shpirtin tuaj, ndërkohë është e gjitha kjo që bëhet, ndoshta jo ndoshta, po ju e ndjeni tani që ju merrni pra shenja të ndryshme nga elementet e nënës natyrë, pra nga çdo gjë, shpend, kafshë, çfarë shihni, erë, pemë, çfarë ju shihni, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e ndjeni, sepse kur ju jeni ndiqni atë që shpirti ju drejton dhe ja bëni wow këtu, wow atje dhe me kënaqësi, sigurisht kjo është ajo që ju drejton ju, pra jeni të vëmendshëm dhe ju jep drejtimin për të qenë të qartë dhe të kuptoni atë që të arrini edhe në stabilitet për atë drejtim për të cilën që të gjithë jemi me një mision, që të gjithë jemi me një qëllim dhe në këtë rast jeni të vëmendshëm për atë se çfarë ju do të merrni, pra në lidhje me ngjarjet tuaj që do të ndodhin, pra ju do ta ndjeni sepse ju jeni unik, pra shihni ngjarjet për të cilën do të ndodhin me ju. Tjetë gjithmonë bëhet për mrek. Sa më shumë ju të ndiqni shpirtin, për kur të them shpirtin, aq më shumë ju jeni duke vazhduar në rrugëtimin e rrjedhës së universit, pra ju vazhdoni të rriteni në bukurinë e kuptimit të vërtetë të jetës, për atë që është zemra juaj, ju tregon edhe ajo që ju bën ju të kënaqur, ju e vazhdoni e ndiqni dhe kjo është dhe java e yjesisë së Plejadave dhe shpresoj që kush e dëgjon këtë, por edhe sikur të mos se mund ta dëgjoni varet se ku jeni, në fillim, në mes apo në rritjen tuaj, pra në këtë rast, në veten tuaj të lartë, nuk ka rëndësi, këto janë mësime që erët apo vonë, sipas asaj që jeni në rritjen tuaj shpirtërore, që të gjithë do të arrim, por më shumë është për njerëzit që kanë arritur, sidomos ju që keni ndjekur shpirtin, ndjegjen e shpirtit tuaj, pra që jeni lidhur sidomos me shpirtin tuaj binjak, apo edhe me flakën binjake, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini, dhe mbi të gjitha është që vini re ngjarjet që do të ndodhin. Po kështu është që është një energji që na jep jo vetëm që të krijojmë, por edhe të përdorim ngjyrat, sepse ngjyrat ju e dini që ne kemi këtë trup multidimensional që është shtylla kurizore dhe në këtë rast ka të bëjë me 7 chakrat tona që jemi me chakrën rënjë të sigurt që është me ngjyrë të kuqe dhe kurora që është me ngjyrë vjollc, pra që ka të bëjë me atë që ne marrim informacion, pra nga këto frekuenca të pastra që ne nuk i shohim. Sigurisht ne i shohim sepse janë, kur ne jemi në inteligjencën tonë, janë mesazhet mistike që nuk i shohim të tjerët, i shohim vetëm ne. Se ju tash atë që shef zemra nuk mund të shpjegohet kur me mendjen. Prandaj vetëm ne e ndjejmë këtë dhe kjo është që ne sigurisht ne bëhemi, pra si thua, ne ndjejmë atë që kërkojmë të krijojmë dhe kjo është që ku ne përdorim, pra fillojmë atë që ndjejmë që çfarë zemra na drejton, çfarë ndjejmë, ne fillojmë të përdorim shprehjet tona krijuese, shprehjet tona për të cilat bën që ne të jemi të dallueshëm, pra na bën që ne me të vërtetë plot fuqia ynore është, ju e dini tani, se unë kam bërë dhe video, që në përgjithësi ne që jemi të lidhur me energjinë dhe me shpirtin ne jemi të përzgjedhur, por jo të gjithë e vazhdojnë rrugën e shpirtit, sepse një pjesë arrin reatin, pra ndjen mirë edhe fillon e rinë. Sigurisht ju nuk shkëputeni nga shpirti, por ju nuk arrini atë bukurinë
që me të vërtet shpirti ju solli këtu. Gjithsesi që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë do bëni, por ajo që të kuptoni është që të gjithë ju që keni arritur në intuitën tuaj, e ndjeni veten tuaj të lartë, ju i ndjeni ndryshime që ndjeni në veten tuaj, si për shembull në aspekte të ndryshme të jetës, ndoshta në pamjen tuaj të jashtme i jepni akoma sepse e ndjeni që shpirti juaj, kënaqësia juaj i jepni pamjes tuaj të jashtme, akoma edhe atë që ju keni vlerë, atë që ju bën ju me veshjen tuaj, atë që ju bën ju unik. Po kështu në lidhje ndoshta i prisni flokët si i prehu Diana e të tjera, ose në lidhje me atë që me ndryshim në lidhje me aspektin e punës, pra në përgjithësi, jo vetëm me aspektin e punës, por edhe në aspektin e pamjes, troç, fizikisht dhe shpirtërisht unik, pra ne e ndjejmë, por ne bëjmë tani gjërat, fjala unik, pra ne jetojmë me vërtetësinë tonë, ne jetojmë me unin tonë, ne jetojmë me vlerën tonë, dhe ne bëjmë atë që ne reklama ka nga sa të duash, por ne as që si thuash, ne bëjmë atë që ne ndjejmë, dhe kjo është bukuria e shpirtit për të jetuar me vërtetësinë e talentit e kënaqësisë për atë që na jep kënaqësi. Kjo është një lloj, është edhe në lidhje me ndjenjat dhe me punimin me ngjyrat, që të gjithë e dimë që ne kur meditojmë ne na shfaqen ngjyrat të ndryshme, që të gjithë jemi unik, por ne kur jemi në veten tonë të lartë, unë për shembull Diana i ka që të gjitha ngjyrat. Pra do të them ngjyrën e kuqe në dy këmbë në tokë, ngjyrën e portokallis, që është shakra me ngjyrë portokalli, që ka të bëjë me atë emocionet dhe seksuale, pra në këtë rast e liruar nga fëmijëria ime e hershme, pra fëmijëria ime nuk rri më i mbytur. Pse? Sepse unë shkëputa nga çdo gjë, nga çdo lloj marrëdhënie që nuk më shërbente, pa gjykuar, pa kritikuar, thjesht duke falur, duke i lënë atje, duke i lënë të kaluarën atje ku është, edhe është e kaluara ime. Pra në këtë rast në lash egon që kishta krijuar edhe nga vetja, por edhe nga të tjerët, e lash atje, pra ne u ndihmuam nga këto forcat energjive të pastra të jashtëtoksore, se kjo është ne kemi lidhje dhe me shakrën e ngjyrë të verdhë, si të diellit, që është vetja jonë, është pavarësia jonë, është karakteri jonë, atë që ne kemi krijuar, dhe në këtë rast Diana është krijues, që është i shërbej planit hynor për të treguar të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, si shërues shpirtëror, si ylli i qiellit, si angjëlli i tokës dhe punëtori i dritës, sepse këto mësime po jap tek ju në çdo video, dhe sigurisht gjithmonë ju kam thënë dhe do t'ju them, dërgoni vërtet nëse keni nevojë për ndihmë, dërgoni mesazhe dhe të jeni të sigurt që ju do të merrni përgjigje. Më po them që do të merrni përgjigje. Unë nuk ju lëm bazdore, unë vërtet shkoj punoj sepse duhet të jetoj dhe në këtë realitet të dimensionit të tretë, pra të botës së materjes, pra që të gjithë ne jemi kthyer sklever të vetes tonë, duke rritur çmimet, gjithsesi asgjë nuk ndodh pa qëllim. Pra e gjitha bëhet që të gjithë ne ta ndjejmë atë që po ndodh me ne, pra krizën. Dhe sigurisht Diana po punon, por kjo nuk do të thotë që unë vazhdoj të jetoj duke punuar. Unë punoj disa orë sepse më duhet unë jam e kënaqur me atë që kam dhe jam edhe bekoj këtë rrugë për të cilën këtu ku jam, por në fund të fundit veproj me siguri, pra financiare, për të qenë e sigurt që mos kem borxhe, pra të jem e sigurt dhe jam e sigurt sepse ne i marrim gjërat me lehtësi, por ndërkohë edhe të kryej misionin e shpirtit që jam para jush. Ndërkohë është jemi në shakrën e zemrës, hapja e zemrës është me ngjyrë jeshile. Pra është ajo që jemi me frymëzim, pra ne frymëzohemi dhe kjo është që është dashuria pa kushte, pra ne bëjmë gjërat
që na kënaq shpirti jonë dhe që marrim informacione, atë që na drejton shpirti, atë që e ndjejmë që na jep kënaqësi, ne e krijojmë. Tjetër është e fytit, pra është në ngjyrë blu e hapur, që do të thotë ne që të gjithë duhet të komunikojmë, ne që të gjithë dhe mënyra e komunikimit ka të bëjë me ato që ne krijojmë vetë, sjelljet tona, fjalët tona, mendimet tona, zakonet tona, këto na krijojnë identitetin tonë dhe kjo është ajo se si ne paraqitemi jashtë duke komunikuar dhe në këtë rast kur ne jemi optimist, kur ne jemi me fjalë të mrekullueshme, pra ato që ne kemi krijuar vetë që na kënaqin vetë, kjo është që ne nga brenda e reflektojmë jashtë, ashtu sikurse jemi si sipër si poshtë. Pra kjo është edhe kur ne arrim dhe çdo gjë shikojmë jo vetëm me dy sy tonë, por ne e shikojmë pra me syrin e mendjes, me atë brendësinë tonë, me atë që ndjejmë, pra ne kuptojmë bukurinë dhe vërtetësinë e jetës dhe kjo na bën që sa më shumë ne krijojmë pra me një mendje të qartë për atë që shpirti jonë na drejton dhe në këtë rast ne ndihmohemi nga frekuencat jashtëtoksore, por edhe nga frekuencat që kanë zbritur në tokë, si puna ime dhe ndoshta dhe ju dhe çfarë ju ndiqni që i shërbejnë planit ynor, por kur të themi shërbejnë me të vërtetë plot fuqisë ynore, duke përdorur talentin në shërbim pa parë përfitimet. Pra thjesht shërbejnë duke ndihmuar pra qeniet për të cilën ka nevojë për ndihmë, sepse ne nuk mund t'i prekim lirinë askujt, por njerëzit që kanë nevojë për ndihmë, ne i ndihmojmë me dashuri pa kushte. Pra kjo është që ndihmojmë me vërtetësinë e mësimeve të plot fuqisë. Tjetër është kur ne arrim në veten tonë, do të thotë veten tonë të lartë, pra që jemi lidhur me këto frekuenca të larta dhe që ju do merrni mesazhet akoma më shumë se jeni i përzgjedhur, do të thotë që ju jeni lidhur, jeni të hapur me universin dhe kërkoni pra me krijimtarinë tuaj, me mënyrën tuaj, dhe kjo është ngjyra vjollcë që jemi të lidhur pra me universin. Dhe jemi në shërbim të plot fuqisë, jemi në shërbim të angjëllit mjesht, pra që të gjithë jeni unik. Kjo ka të bëjë me atë që ne të rreqim atë ngjyrën që ne pra si thua ne të rreqim këto ngjyra dhe jo vetëm që na shërojnë, por sepse janë që hapen shakrat, pra rritemi, por edhe na ndriçojnë. Pra aura jonë shkëlqen kudo dhe çdo gjë e ndjen qielli, e ndjen toka, e ndjen gjithçka. Unë do ju tregoj një shembull, kur unë eci në natyrë, që eci janë njerëzit që mbajnë qenat e ndjen shumë, jo vetëm qenat, por çdo gjë jemi të vëmendshëm, edhe në natyrë, me shpenj, me kafsh, me zoq, me çfarë do lloj që ju ndjeni, shihni në qiell, shihni në tokë, ndjehet energjia, pra aura juaj e pastër, e dashur, e dëmshur, pra ndjehet dashuria e Zotit, kur ju e keni Zotin, e keni hapur zemrën tërësisht. Ndoshta ju vishni për shembull e zëvë këtë që ka veshur Diana, ngjyra blu, është me të vërtetë që është tërheqës në lidhje me njerëz që janë krijues edhe komunikim, pra në lidhje me atë vërtetësinë e jetës, ndoshta me ngjyrën roz, për shembull ngjyra e ngrohtë, ngjyra e dashurisë, ngjyra e kuqe, ngjyra e sigurisë, ngjyra e asaj që je me dy këmbët tuaja, pra je sigurt, je që të rreq mrekulli. Po kështu le të themi që është ngjyra vjollcë e kurorës që vjen nga qielli, nga ngjyra blu e ftohtë e qiellit me ngjyrën e kuqe të ngrohtë të tokës, dhe kjo krijon ngjyrën vjollcë. Gjithsesi që të gjithë energjinë e drejton universi dhe drejtohet, ju e dini që nuk ka fillim dhe nuk ka fund, ju e dini cirklin ose numritet pa fundësi, pra teta siç është numritet, po kur e kthen pra është infinitiv jeta, pra nuk ka fillim, nuk ka fund, jeta zhvillohet dhe kështu është me shekuj, sot jemi në shekullin 21, për të cilën është shekulli i hapjes së zemrës, i ndërgjegjësimit të lartë kolektiv. Por pyetja është, kush janë plejadat? Kush janë këto frekuencat e larta të yjesisë së plejadave?
Sigurisht jemi unë që jemi lidhur me shpirtin, jemi lidhur me veten tonë të lartë, dhe në këtë rast janë që jepni dashuri, jepni dritë kudo ku shkoni, jetoni me vërtetësinë e jetës, me unitetin tuaj, dhe këtë e reflektoni e pasqyroni dhe tek të tjerët. Tjetër, keni një intuit të lartë, të thellë, që vjen nga brëndësia, atë që e tregon zemra, nuk e tregon menda. Pra jeni me zemrën tuaj, me atë që ju ndjeni që vjen nga brenda shpirtit, dhe e tregoni, dhe jo vetëm për të ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit kolektiv, jo vetëm individual, pra me veten tuaj, por edhe kolektiv. Pra ne me atë që zemra jonë na tret, ne e shkëlqejnë këtë dritë. Tjetër është që i ndjeni që keni paqe, ndjeni që keni qetësi, po kështu është që e ndjeni tani që jetoni me mençurinë e mësimeve të shpirtit. Pra keni një mençuri të mësimeve që nuk i keni bërë ndonjëherë më parë, po janë të shpirtit, janë të vërtetësisë së jetës, të mësimeve të plotfuqisë hyjnore, pra të Zotit, të universit. Kë ju të rrisni është që të gjithë. Tjetër është që ju që të gjithë ne jemi me të vërtet katalizator të transformimit të energjive të ulta në energji të larta, dhe këtë jo vetëm që e keni bërë për veten tonë, por ne ndihmojmë dhe njerëzit që nga energji të ulta, pra të mos rrimë me të kaluarën, por duke jetuar tani në këtë moment, ne do të sjellim të kaluarën tani dhe të ardhmen tani këtu, duke e bërë atë në një linjë me atë që na tregon shpirti, dhe në këtë rast ne ndihmojmë, pra siç u thash, jo vetëm nga ana individuale, por edhe kolektive. Ndërkohë sepse është jehon, ndërkohë është që ne jemi ur që lidhim qiellin me tokën, që do të thotë, ose lidhse midis botës shpirtërore dhe botës fizike, ose lidhse midis dimensionit të tretë, për të cilën flenë akoma njerëz gjumë, dhe dimensionit të pestë, për të cilën jemi ne, që jemi me dashuri pa kushte, dhe që kjo është tani ardhmja hapësapi, që tashmë ka filluar, do të ketë ndryshime drastike, ku gjëra që nuk na shërbejnë, që jo vetëm si qenie njerëzore, por edhe nga sistemet, nga çdo gjë në shkallë planeti, ne do të arrijmë jo vetëm që do të jemi qytetar të gjithë botës, por edhe besimi dhe feja jonë është ajo që ne lidhemi me mençurinë tonë, sepse që të gjithë ne kemi vlerë, që të gjithë ne kemi talent, kjo është në zemrën tonë, prandaj duhet hapur zemra, dhe mbi të gjitha kjo është rruga për të cilën do të ndiqet hapësapi, ku muret që ka krijuar ego, pra ajo që ne qëndrojmë me krenari, ne qëndrojmë me nuk pranojmë gabimet tona, ne qëndrojmë me atë mburrjen, duke vepruar me impulset e lëndimit, jo vetëm që lëndojmë vetëm, por lëndojmë dhe të tjerat. Ne kemi krijuar atë murin ngulitës, për të cilën akoma flen dhe një pjesë gjumë, por gjithsesi energjia e vërtetësisë e jetës të këtyre frekuencave të larta në qiell dhe në tokë, ku ne bashkëpunojmë dhe që jemi yesi të plejadave të zbritur në tokë për të ndihmuar, për të krijuar botën ashtu si krijesa na ka krijuar, për të jetuar në liri, barazi, vllazëri, dhe mbi të gjitha të jetojmë, dhe le të jetojmë atë që ne bëjmë sot, do na çojë nesër. Ky është qëllimi i të gjithëve që do të arrijmë për të krijuar në jetë, sepse jemi krijesa për atë që ne na kënaq zemrën tonë, duke lënë frikën dhe duke hapur krahët për dashurinë pa kushte, dashurinë hyjnore që e kemi që të gjithë në zemër, dhe që do të hapet. Ky është vizioni dhe misioni im larg pamës deri në frymën e fundit të jetës time. Dhe tani dua të ndaj me ju duke ju treguar që unë do të shkoj të festoj 1 vjetorin e mbesës time. Sot është dita e mbesës time, edhe është dhe ajo është yll i plejadave, sepse në zemrën e saj ka shpirtin tim, e ndjej ajo një fëmijë 1 vjeçare kur del me mua, të paktën sepse unë e shoh ka një energji të një shpirti të vjetër,
kur them të shpirtit të vjetër të mençurisë, ajo ka një buzëqeshje me të gjithë njerëzit. Nga mosha madhore, po kur të them nga mosha madhore deri te një fëmijë të moshës më të vogël, ajo buzëqesh kur fëmijët e tjerë qajnë. Pra është një mrekulli, është një zjuarsi, është pasardhësi im që do të ndjeki rrugën që po ndjek unë kur unë mos jem fizikisht në këtë shekull, sepse unë do të vdes një ditë. Gjithsesi me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.